Vërsa e Kosovës. Gash. Mos e qona për studios. Ju kësa Ka një krasniqi. Edhe kjo është e pa drejt me mja bo kështu atë që është. Jo si në koalicion. Si në koalicion se ka pas fjallorin e shtir Albini për ta. Pak ju ka thonë shka o dosh mi u thonë. Jo, ajo ka qenë ofenduese, valla, ditën e fitores. Ma ofenduese se mi thonë organizatë kriminale. Mi thonë shpioni Serbis, nuk thash, mos mi qitë bisht fjallëve. Bramber. Shpioni Serbis. Po shpioni keqe. Vetëm a është ma jera mi thonë t'i kujna hajvan për mos dituni, a shpion i Serbis, njeri Serbis. Matët shka o maran, jenë në regu. Bram, debat të keq ajo, keq kjo, po cila ma keq Bramber. Kur kush nuk i ka thonë shpioni Serbis. Jo, për organizat kriminale. Për ato... Si do kuaj momente që i qumjes nga... Braktisjes. Unë i kam po edhe avokatin Zotin Halilaj, po edhe drenorin, kolegun tonë, që t'jen tregu shumë të leqë, si pas meje. Se është dashur të qonë? Nuk është dashur të qonë, sepse kë Njazi Kryzev është zyrtar politik, është antar i Këshillit Përgjithshëm të Partisë Demokratike. Nisha, i ka ardhur në rrafshin personal, ta thëtë të mendimi, jo si parti politike. Ka Partisë Politike, me që ato, përdejso edhe avokati, edhe drenorin, gjithë kohën e kanë akuzue edhe Hashim Thoqin, edhe vrasit politike, edhe jashtë kuvendit, edhe mërëndas këto politikos edhe jashtë. Këtu jo, nuk kam përmend dje diçka. është mënu me kartën e njojt, me o këthy përgjigjen, dhe ata janë tregu të leqë si pas meje, sepse e kanë leshu frontin. Mos do të më ballafaqu me Njazën, edhe pse një me kam folë. Jo, që politikë është dërë emisionet ma kualitative dhe mundet me të me majtë nivelin. Kryzev nuk ka dosh me thonë që është organizat politik. është mirë me majtë një nivel të caktuar në përgjithësi edhe... Po tani, kjo nivelit është çështje relative. Hodaj, do të kësha thonë. Të gjanë që ndodhen, po është mirë me mundu me majtë. është vështirë mu kanë i mirë, mu majtë në këtë situatë ku jemi. Përgjithësi edhe ju media të në profesionin tonë. Nuk është ndaluar edhe të ngritesh nga studio. Edhe demonstrativisht, se kjo është sikur si abstenimi në kuvend. Po, veç edhe me të gjujtë, se kërë kam pasë raste për shemë, të gjujtë Halili, pse për një mendim, qëto pëse s'po jep mendim, se ajo është debat. Ajo është debat. Nuk o debat me thonë, ti s'din, ti s'bën, ti kështë debatu, pëse për jep një mendim profesional që mendoj. Po i mirë i kështë mendim jep. Edhe pëse Halili, po Halili s'ka qenë dje, ama gashi tha ata kam përmirë që janë ngritur nga studio. Apo kështu, demonstrative me lëshuë. Jo, nuk tha ashtu? Se më duk që ashtu tha. Jo, në metaforë. Jo që janë ngritur në kuptimin që mos ta pranoj. Qëra, është një farë pedantrie, është një farë pedantrie, është një farë kujdesi, është një farë treguesi emancipimit kulturor, fisnikrimit kulturor, që debatit bëhet me kundërshti, ndoherë edhe me pasion, edhe i ashpër, po pa ofendime, pa propagand, edhe pa etiketa, si puna, je hajvan, zdin, je budal, shuja ty, je kriminell, a vëdin qysh. Këto janë të papranushme edhe për ata që janë burg, se me monash jemi këtu në aftësinë publike. Kryezionë, e dëgjove mbroma, atë duk në pavend? Generalizimi kur që në organizat kriminale më dok pavend, po edhe shumë po ti nuk vjen në debat publik, nuk vjen në debat... Se pavend është i thuat edhe PDK-s organizat kriminale, edhe AK-s edhe nismës... Prandaj generalizimi është i pavend, po nuk që është me orë në debat televiziv në televizion, edhe me që dorë për debatit politik. Mund është me nejt, edhe njërë të ashpër, me kundërshtu një të padrejtësi të tillë, një propagandë të tillë, një rend kushtimisht të tillë, apo shpifje. Por jo me u dorëzu, si me thonë, nga debati në zetë, apo nga gabimet... Ajo pak ma e madhe se sa që u desh. Qëllimi e ka mirë, na i ndojmë ka njerë mendim... E përcollet i pranë? Po edhe unë e kom po, bilim nuk u la, a i veç filloj me thonë, u mundu pastaj me arsyetu ato se çka tha, nuk duhet me thonë, absolutisht jo veç vëvës, po as kujt fare. Edhe u mundu me arsyetu, pa ata as nuk preten, në mënyrë demonstrative nuk ke aq e nevojshme që u më ngrit, na shpesh që tu debatojmë, nuk i ndoj mendimet nga njerë me blerimin, mirë po e ndojna deri ku një kufi ku edhe ndojemi. Avokati... Kështu që, kushtrim, duhet në parlament na e dim sa herë është qujt,
zoti Kadri Veseli, ti je kriminal, nuk i kanë qitë jashtë sallës. Kështu që lutem për një fjallë... Parlament kanë imunitet, atë edhe me bëha deklarajshëm. Nuk thuhet bre Taulant, nuk i thuhet krye parlamentarit, kanë me tash në video ato, është do me thuhet shumë keq. Se pasaj për shfrytzohen ato, ti ndoshta e thunë emocion, po nuk duhet. Këtu është fundi i politikos për sonde,